Gjykata administrative rrëzoi Padin Erion Veliajt kundër Olz Dados, prokurorit që e ka hetuar. Gjykata vlerëson se Padin Erion Veliajt ka interes të kërkohet, por jo interes të drejt për drejt. Ndërsa Bashkia e Tiranë jo vetëm që nuk ka interes të drejt për drejt, por i ka as interes të kërkohet. Vendimin e 24 korrikut Plarent Ndreca paralajmërohej se do ta dërgojë në apelin administrativ. Ishte një vendim i pritshëm, më shumë se sa pranimi një padije është një test për sistemin dhe në këtë rast të gjykatës administrative se sa ka aftësinë për të vetë korrigjuar problematika që sistemi ka dhe një ndër problemet e mëdha që sistemi ka dhe ne kemi parashtruar, e kemi treguar, ju jeni shumë qartë, publiku shumë i qartë se zoti Dado nuk është i emëruar në mënyrë të ligjshme, as vetë zoti Dado nuk e ka kundërshtuar këtë fakt. Në asnjë moment gjatë gjithë këtij procesi zoti Dado nuk ka thënë që unë jam prokuror i emëruar në mënyrë të ligjshme. Më herët gjatë seancës Erion Veliaj parapriu vendimarrjes, duke thënë se do të sillnin fakte për të provuar qëndrimin e tyre. Ne do të provojmë që edhe shtëpia e Olz Dados në Pogradec është vënë në dispozicion të emërimit të tij. Do të sjellim prova dhe se kush i paguan faturat e ujit dhe të dritave në atë shtëpi. Se mësuam dhe ne si provohet pronari faktik. Kryebashkiaku Veliaj goditi në gjykatën administrative dekretin e presidentit Bamir Topi të 2008-s për emërimin në sistemin gjyqësor të Olz Dados. Sipas Padis, ai nuk e kishte kryer shkollën e magjistraturës siç e kërkon ligji, ndaj nuk do duhet të ishte në radhët e prokurorëve.